Çifti moshuar janë braktisur nga fëmijët e suksesshëm. Walter dhe June Holloway kaluan 43 vjet duke rritur 3 fëmijë në pronën e tyre malore, vetëm për t'u harruar kur suksesi rrëmbeu fëmijët e tyre. Në ditëlindjen e 72 të Junes, askush nuk erdhi. Të thyer në zemër, Walter kapi kazmën e tij të minjerës dhe filloi të gërmonte pas kasollës së veglave. 3 muaj më vonë, vegla e tij shpërtheu në një sistem shpellash të mëdha të fshehura nën tokën e tyre. Walter dhe June Holloway kishin qenë gjithmonë vetë mjaftues. Shtëpia e tyre modeste malore qëndronte në 20 hektar tokë shkëmbore, milje larg qytetit më të afërt. Për 43 vjet, ata rritën 3 fëmijët aty, Steven, Patricia dhe Marcus. U rritën duke mbartur ujë, duke prerë druzjarë dhe duke ndihmuar në ruajtjen e perimeve. Walter i mësoi të rregullonin gjërat, June i mësoi të zgjidhnin probleme. Por kur suksesi ndryshoi gjithçka, Steven u bë avokat korporativ në Seattle. Patricia u martua me një menaxher fondi mbrojtës në Boston. Marcus u zhvendos në Los Angeles për punë teknologjike. Vizitat u bën më të rralla. Falenderimet u kthyen në qëndrime një natëshe. Krishtlindjet u bën pasdite të vetme. Përfundimisht, festat u kthyen në thirrje telefonike. Thirrjet telefonike u kthyen në mesazhe. Pastaj edhe mesazhe ndaluan. Pika e thyerjes erdhi në ditëlindjen e 72 të Junes. Ajo kishte kaluar ditën duke përgatitur pjatën e saj të famshme me mish viçi, karrotat e pjekura të Patricias, tortën me çokoladë të Marcusit. Ajo shtroi tryezën për 5 persona dhe priti. Ora 6 erdhi e shkoi, pastaj 7, pastaj 8, në 9:30 mbërritën lule. Kartolina thoshte: "Në më vjen keq, depozitat zgjatën vonë, ditëlindje të gëzuar mami", firmosur nga asistenti Steven. Patricia dërgoi një dhuratë të një torteje ditëlindje me 3 emoji zemre. Marcus kur nuk u përgjigj. Walter e gjeti June në kopsht atë mbrëmje dhe shpatullat e saj dridheshin në heshtje. Ai ul pranë saj dhe mori dorën. "Ne I rritëm ata të ndiqnin ëndrat e tyre", tha ajo. "Thjesht nuk mendova se do të bëheshim kaq të harrueshëm." Walter ndjeu diçka, një plasaritje brenda tij. "Atëherë le të japim vetes diçka për të bërë. Baje mend si ke dashur gjithmonë një bodrum rrënjësh të mirëfillt?" Të nesërme në mëngjes, Walter kapi kazmën e tij. Ai kishte kaluar 30 vjet në miniera para se të dilte në pension. Filloi të gërmonte pas kasollës së veglave. June ndihmoi të nxirrte gur dhe u. Duhej të ishte thjesht. Një vend për të ruajtur perime. Maksimumi një javë punë. Por Walter kishte qenë gjithmonë I plot. Një javë u kthye në 2. Vrimë u bë më e thellë. 2 javë u kthye në 1 muaj. Fshqinjët filluan të flisnin. Ai plaku ka humbur mend, përpërishnin ata. Po gërmon drejt kinës. Puna u dha atyre qëllim. Çdo mëngjes zgjoheshin me një projekt. Çdo mbrëmje ishin shumë të lodhur për të vënë re telefonat e heshtur. Pastaj, 3 muaj brenda, diçka ndryshoi. Kazma e Walterit goditi gur dhe vazhdoi. Në vend të një goditje të fortë pati një çarje, pastaj një jehon bosh. Ajri I ftohtë u nxit lart nga poshtë. Ai kishte shpërthyer në diçka. Duke përdorur elektrik-dorë, ata zbuluan një sistem shpellash natyrore të mëdha. Dhomat shtrieshin thellë në mal. Formacione gëlqërore vareshin nga tavanët. Një porrua në toksor gurgullonte në errësirë. Shumica e njerëzve do të kishin thirrur një gjeolog ose do ta kishin mbyllur. June qëndronte në buzë duke ndriçuar elektrikun e saj në thellësi. Pastaj shikoi Walterin. Me një keqdashje të pastër. "Kjo është qesharake", tha ajo. "Por po sikur të bënim diçka të çmendur me këtë?" Ata ishin të moshuar, të braktisur, nuk kishin çfarë të humbisnin. Ata kaluan 6 muaj duke zgjedhur me kujdes hyrje dhe duke instaluar masa sigurie. Walter përdori ekspertizën e tij minerare për të mbështetur pikat e dobta. June hulumtoi ruajtjen e shpellave. Ata punuan pa I treguar askujt planin e tyre, por diçka ende ndjehet çuditshme. Çfarë po ndërtonin vërtet poshtë? Ata instaluan ndriçim minimal që imitonte bioluminescencën.
krijuan thua gjumi me shtretër guri të mbuluar me çarçaf luksoz. Instaluar në Enigma ku mysafirët do të gjenin vakte gurme të maskuara si zbulime foragjere. Çdo mas sigurie ishte e fshehur. June krijoi një faqe interneti misterioze, shkëputuni nga gjithçka, rilidhuni me veten. Një natë nëntoksore do të ndryshoj perspektivën tuaj përgjithmonë. Ajo e çmoi me $400 natën. Një blogere stili jetese rezervoi një natë. Artikulli i saj u bë viral. Pagova $400 për të fjetur në një shpellë të drejtuar nga çifti më i lezetshëm i moshuar ndonjëherë. Përvoja më e mirë jetësime, 0 shërbim celulari, 0 shpërqendrime. 100% autentike. Rezervimet u mbytën. Kërkues aventurash, grupe korporative, çifte që donin përvoja unike. Brenda 6 muajve ata punësuan staf. Brenda një viti ata u zgjeruan në 12 suita dhe u paraqitën në revista udhëtimesh. Telefoni që kishte qenë i heshtur për vite, papritur nuk ndalonte së tingëlluari. Steven bërriti pari me kontrata. Mami, papi, kjo është e pabesueshme. Duhet të formojmë një LLC. Unë do të trajtoj strukturën ligjore. Zbritje familjare, sigurisht. Patricia u paraqit me flet llogaritjesh. Kemi analizuar margjet tuaja. Me investim të duhur mund të franchizojmë këtë në mbar vendin. Markus fluturoi me një prezantim. Unë tashmë kam dizajnuar një aplikacion. Ne ndajmë të ardhurat 60-40. Ju merrni 60 natyrisht. Fëmijët mirënjohës dështuan në sfidën e prindërve. Walter dhe June dëgjuan me durim. Pastaj Walter buzëqeshi. Kjo është bujare, thaj, por ka një kusht. Para se ndonjë prej jush të ketë ndonjë aksion, duhet të plotësoni një muaj në suitën e themeluesit. Përvoja jonë më e vështirë nëntoksore. Pa telefon, pa kontakt, pa dorëzim. Është ajo që bëm kur e ndërtuam këtë. Nëse mund të qëndroni muajin e plot, do të firmosim gjithçka. Fëmijët shkëmbyen shikime. Një muaj për një biznes multimilionësh. Steven qëndroi 18 orë e para se të kërkonte telefonin e tij. Patricia arriti deri në ditën e dytë para se mungesa e pasqyrave dhe Wi-Fi ta thyente. Markus u dorëzua pas 36 orë, duke pretenduar se shpella po ndikonte energjinë e tij krijuese. Të tre u larguan në tërbim, duke fryrë prindërit për humbje kohe me lojra budalliqe. Ajo që ndodhi më pas tronditi të gjithë ata që njihnin histori. 2 javë më vonë, një zinxhir i madh hotelesh ofroi të blinte përvojën nëntoksore për $4.7 milion. Hallways pranuan menjëherë. Ata u tërhoqën në një kondo buz plazhi të Bahamas. Çdo disa muaj, ata u dërgonin fëmijëve të tyre kartolina duke i treguar ata duke bërë snorkeling, duke ngrënë, duke pushuar pranë pishinës. Mesazhi është gjithmonë i njëjtë. Shitja 4.7 milionëshe sjell kënaqësi përfundimtare. Ju urojmë të ishit këtu, por ndoshta jeni shumë të zënë. Me dashuri, mami dhe babi. Fëmijët kurrë nuk vizitojnë. Por Walter dhe June nuk e kanë më problem. Ata ndërtuan diçka të jashtëzakonshme nga braktisja dhe më në fund po jetojnë saktësisht si duan, mbi tokë, në diell, me njerëz që vërtet duan të kalojnë kohë me ta. Pra, ja një pyetje për ju. Nëse familja juaj do t'ju harronte nesër, çfarë do të ndërtonit nga ajo dhimbje?